partitit, qoftë nga PSD-ja, qoftë nga vendosja, mendoj se të këto dyja palët ekziston një hall i madh, hall të cilin nuk e ku marrë vesh asnjëherë, je mundu me Iran fije, nuk e di. Unë e mendoj që fakti që heshnin përballë atij rasti, mendoj që diçka shkon për te asaj që e di publiku e që e di edhe unë ashta. Unë se di aq sa kum parë publik, di aq sa kum parë brenda lëvizjes, po dikush din ma shumë se unë këtu. Dhe çfarë mund të di, sepse këto që dikush mund të di më shumë se sa që dim ne si publik dhe ju që keni qenë edhe pjesë Mos të harrojmë. Çfarë mund të fshihet? A ka dyshime? Çfarë flitet? Çfarë flet ke brenda? To janë hamendësime të mia tash. Mos të harrojmë, asriti kur o Burgos pas një sulmi që ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës me zoll. Ku atko policia e Kosovës i pat pandes si fajtor. Dyshum, fakt, kanë qenë 6 aktivistë të vendosjes. Ka qenë një kohë kur vendosja vazhdimisht në protesta, në rrugë të vazhdueshme, ka demolue institucionin e Kosovës. Kulmi ka qenë goditja me zoll, nëse s'gaboj, gushti i 2016. Sigur të 16, po gushtin s'vedia akorriku, po gushti e ma shumë. Tani, janë arrestu 6 aktivistë. Rastin fund doli që këta janë pa fajshëm. Qaj procesi, për mendimin tem, i goditjes me zoll, ku hala nuk e kemi një përgjigje kush e ka vonë, se dim, zyrtarisht s'ka fajtor, për mendimin tem implikon gjithçka, edhe hesh gjithçka. Unë e besoj për shembull ish kryetari tem Natan Molliçaj që thotë, unë e kam qeshë ndjeshme se e kam pas shok. Edhe nuk kam qef me fol për atë rast. Në rregull, problemin e kam pastaj me këta tjerë që janë pushtet, se këta atko e kanë akuzuar, domethënë, imagjinoni, shteti akuzohej për terrorizëm, vendosja akuzohej më rënd se shteti për burgim e për pengmarrje të aktivistëve pa fajshëm. Pa procesin në fund. Shteti doli që nuk ka bon, nuk pat prova, nuk u gjetë prova, dolën pa fajshëm njerëz, a keni qartë. A ka muri hap në e rasti, por një mes e di, pra jemi të folë për një situatë, ku vendosja ka qenë prakt një lufte civile, do aktivistë kanë ranë burg të i besu për një me. E këtu me në është Kleçka që heshtin këta, sepse ka pas një plan ma se sa goditja me zoll besoj. Pra do thotë, këtu mund të ketë diçka më të madhe sa goditja me zoll, dhe andaj nuk flitet atë shumë, dhe andaj nuk është bërë më shumë edhe nga vetë lëvizja vetë vendosje kur erdhi në qeveri? Nuk o bo, jo, vetë vendosja e para punës, menoj që pos, aty implikohen shumë zyrtarë nëse del këtë skenari i VVS i 2005 metës, 6 metës, 7 metës. E para kjo, e dyta, na kemi thonë e kemi diskutuar bashkë gongje, nuk mundët me zbartë rastin e Asrit Deharit dhe vetë vendosja. Pse? Sepse është një figurë e cila ka përfunduar në mënyrë tragjike, një djalë i ri me jetën përpara, 25 vjet i ka pasur se 6 kur ka vdekur, me ambicie për jetë, për më bëni mjek i suksesshëm. Unë se kum njoh personalisht tash, e kum njoh kur jemi kon student, ky e kon në SKV, unë në paqe studentore atko, kemi pas shumë pak kontakte si organizata studentore, se kum njoh, për njerëz tjerë që i kanë njohur, mes tyre edhe kryetari i Molliçaj, thonë që ka qenë student i mrekullueshëm. Tash një djalë i ri e ka humbur jetën. Tash çka ka ndodhur? Momentin e vdekjes ka ndodhur një iniciativë për me kapitalizu këtë vdekje. Ne kemi bërë bashkë këtë emision. Nuk e kanë zbardh. Jo se ju duhet me përdor, po që disa... Po pra, ton kohën, pas vdekjes tij, kemi pas protesta, kemi pas diskurs që ne u ka vrarë një aktivist në burg. Kjo është për ndjekje politike ndaj vendosjes nga ish pushtetet. Ndjekje për ndjekje ka marrë formën një vrasje në burg që është Asrit Dehari. Pra, vendosja vazhdimisht e ka akuzuar shtetin që ne keni vrarë aktivistin, pa dalë asë një verdikt gjykate. Kemi pas edhe ekspertizat e institutit zyrtar. Këta vazhdojnë me temën e njetë. Pse nuk e zbardhin? Sepse i duhet për vota. Qyre rasti më interesant? Erdhën pushtet? A erdhën? 2022-ën, Gongje. Ishte premtim i kësaj qeverie që do të zbardhin? Ka qenë premtim, po ne nuk lëshem pa e zbardh drejtësinë, pa e vunë vend drejtësinë për Asrit Deharit. Si do të bëhet kjo çështje? Një ministre serioze, që është Alvolena Haxhiu. Bëj nëse nuk po e bën lëvizja vetëvendosja. Se kemi edhe familjarët e Asrit Deharit që nuk kanë bërë diçka në këtë drejtim. Familjarët, për fat keq, unë kum pa, kem gartë mirë, që edhe Xhemile Dehari shpeshherë akuzon lehtë vetëvendosjen, që nuk u bëni kur gjë për rastin. Çfarë ka ndodhur? Unë ku jam bindon që e kam përdorur prej ditës kur ka vdek, s'kum pas dilema se u pa këtë diskurs Albin Kurtit. Pa asnjë provë, domethënë, del
5 ditë mos i ka vdekur ose 3, s'e di saktë, në interaktivat kote Gjemal Regja, thotë na kanë vrarë Asritin në Burg. Ndërkohë vendosi ishin marrësh përpara, me thonë, me kërku veç drejtësi për Asritin, me lyp përgjegjësi për shtetit pse ka vdekur një aktivist në Burg. Vrasje vetë vrasje, le ta vendosin organet e duhura. Ky ka thonë vetë vrasje. Se e vendosin si vrasje pastaj? Me përdor pra, me paraqit sikur vetë vendosja një organizat e përndjekun e persekutume. Ku s'kum pas dilema unë që vendosa ka me shfrytëzue këto, edhe nuk e donë drejtësi për Asritin, është 2018 kur vjen Ramushi kryeministër. Ramush Haradinaj i thot, hecni ku doni zgjidhni institutin më të besueshëm të botës. Pi marrin këtë provat, pe bëjmë një super ekspertizë, të kretë rastin, prej ditës parë deri sot, që ta zbardhim rastin. Këta refuzojnë. Pse mendojnë që kanë refuzuar? Sepse me dal, e kuptoj Gondi ku do me dal. Me dal, rezultati, qysh, ka kallëzuar më vonë Instituti Zviceran, edhe me 2 rezultate, ty të bjen fluska sa aty del që ky person e ka vrarë vetën. Pse s'ka prokuror, zot, me kallëzue, kjo ma bet tjetër, me mshel këtë rast. Pra vetë vendosja vazhdimisht ka provu me qitë hi këti rasti. Vjen pushtet, 2022 në ndori, digjët, zhdukon mostrat të laboratori i toksikologjisë. Drejtoresha ati institutit ka qenë e vendosur nga Albulena Agjiu. Pse vendosë kjo? Sot për ju pyeti çka juve, a din dikush, a ka në njeri veç dyshum, le mot dënum, a ka në njeri dyshum kush i ka prek, kush i ka zhvendos ato mostra, sepse ato pastaj u gjetën. A din dikush në senti? Jo, u pa qarko drejtoresha, nuk e di au këthuj pastaj ajo se kam këtë informacion, po di që nuk ka të apostrofum as një person si dyshum pse i ka zhvendos mostrat nga X, po thëmë kushimisht, vendin në X vendin tjetër. Pse s'ka? Na e pam para 2 javë u demolu pllaka Asit Dearit. Në ko fushate. Kushto që i ka bon, shak vandal, policia li më marrë atë punë. A keni pa që pjasaj kohë që e përmend kush media? Këto skenar, mund kujtojnë diçka. Dikush hala përpiqet më pas skenë. Hamencimi jemo, nuk e di është... Dikush përpiqet ende që të krijoj të përdor për fushatat ndryshme, kauza ndryshme. Po sigurisht, vetë vendosja, dikush, vetë vendosja vetë. E kje 5 vjetë qeverisjon, 6 me 2020 me pandemin, kur ka për parë. Zotënin, në mandatin tonë, të kanë hup mostrat, që janë kësuje mostrat, të djek laboratori toksikologjisë. A e kini qartë? Pra kretë këto, veprime ka ndodhë mandatin tonë. Paraprakisht e ke refuzue super ekspertizën nga Ramush Haradini. Pse? Pse po të pengon të rezultati Asritit? Pse nuk ka drejt familja ti me di të vërtetën e këtij djali? Apo kërkon familja ta di të vërtetë? Apo punon? Une nuk po besoj që jonë deri në qatë nivel, sa që në këmbim ose në këmbim Albin Kurtit, milion mundësi me përdor emnin, familja ka heq dorë për vërtetës. Besoj që e lypin me qëfar intensiteti, po një mes për di se një as njonin une. Një teme kumë pa Gjemilja dhe Avnidarin, në të pame të Asriti, mo kursi kumë pa të njerët. As i di që është do kër bile kështu si për të rejtë, për televizorit. Pra, po do me thonë që, kjo gabim, pasa që që ndodhë, maskarata që kanë ndodhë më e madhe, që mund ka shetsue, e po do me folë që tu. 2019, nëse 20, nuk e di sakt, vjen ekspertiza e parë e ati institutit Zviceran, ku janë ekzaminue mostrat e të njerit Asrit Deari. Aty thuhet që në Kosovë, që shtojnë organet e Kosovës, nuk ka mund me bo vetvrasje Asrit Deari. Nuk ka vetvra, qysh kanë thonë institucionet e Kosovës. Pa e mohuve vetvrasjen si metode mundshme. Pa e mohuve vetvrasjen si mundësi që i ka vra vetër. Po thët nuk ka mund mu vra dhe do të kërkohet prezenca e një personit tretate. Kjo është ekspertiza parë. Atë kot del Albulena Agjiu. Na interpreton, qysh do në vetë, po e shini që Instituti Zviceran na të regon që Asrit Dearin e kanë vra në Burg. Ajë nuk po të kanë vra. Ajë po të sovet vra, që shkini thonë ju. Ndërkohë, në prillin e 22-ës, vjen ekspertiza e dytë, që i heq dilemat, aty thuhet që në mostrat e Zotit Deari nuk ka ADN-të as kujt tjetër. Albulena Agjiu, ministra e njëtë, thotë, na nuk e pranem këtë rezultat tash, sepse nga Kosova qëllimisht kanë shkuar dëmtu me mostrat. Por mostrat e njëta, 19 i pranoj këtë rezultatin, 22-ën i kualifikon të pavlefshme.
A me kuptoni ku është kontradita që Qartë, Qysh po shkohet kështu? Këta kanë bërë gjithë shka veç me mbuluë. Sa ma shumë me zgatë si proces që me përdojnë fushata. Se ndryshe do duhet zgjidhe apo jo? Po do pak punë, institutit Zvicran ka folë. Pra po thonë pëse prokurorët nuk dalin. Edhe pëse, hajde ka mundësi edhe institutit ka buë. Super ekspertizën, pëse e kanë refuzuë, për bëjë pyetje publike, pëse e kini refuzuë super ekspertizën që e ka vënë dispozicion ish kryeministri Ramush Haradinaj. Pse? Çka pi pengon? Nëse e ki shqetësim, zbarën e rastit, zotëri ke pas rastin, për ta pagun institutin ma që në botë, urna bone. Kam 3 çështje për të biseduar, Zren, sepse për këtë temë kemi folur edhe para disa muajsh, dhe ju më të keni përmendur se si ka reaguar kryeministri në detyrë, kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, kur ka marrë vesh këtë lajm. Jeni kryqëzuar shumë në rrjete sociale. Unë e madhe. Por, si do që tjetë ju keni të reguar një pjesë të përvoja jeme me to, po. Edhe këto e thonë publikisht, sa herë flasin për këtë rast, kësha pas qepse lëndot në shta dikush që e ka njoft, po kjo është e vërteta e pa mohushme. Ata që për thonë unë, kjo më lëje fjallëve, Albini më në mohon, unë e pohoj, ka qenë një person aty, Lulzim Gjaka, shoferi. Nuk e di jaman me në cilat. Problemi jo që mu historie po më jep drejt. Pse Albini nuk më zbak rastin? Cila ishte biseda për ta rikujtuar për shikuesit? Shqyr që vdiq na po rritna. A me keni qartë? Pra, nëse unë po rrej, Albini ish dash vitin e partë mandatit ti me zbak rastin. Nëse nuk ishte gëzu këta i vdekje. Pa e peman pezull. Pse ato? Për shka? Si në arsye majtë pezull një vdekje, ku i ki mundësit mi heq dileman bëna një viti. Kush ka drejt që tu? Fundi e rikuptimson fillimin, po del që kom drejt unë, jo aj. Nëse aj së përgjigjas njerë, së marrë ma të qeshtje, por unë po kalzoj që mu, që kjo fundi, që kjo procesi, që shpërbasar dohet, po mjep drejt mu, jo ati. Ishte kjo një prej arsyeve pse nuk i vazhdove që ndrosh më në lëvizjeve të vendosur? Hyrja e pare dhe kryesorja, po, pasaj veç skenar që ka ndosë djerë, që kumë pas si derivatit të ati karakterit çfarë ka politika Albin Kurti. Qartë. Diçka tjetër që flitet, në atë kohë kishte shumë presion Astrid Dehari sa qëndron të Burg, po presion i bëj edhe nga të tjerët, që e vizitonin her pas here, kështu të paktën është diskutuar edhe në publik, që dyshohet t'i ketë bërë presion edhe të tjerët të afërmit e partisë. Unë di veç një send, 2016 ka qenë kur kanë ra në Burg ta, unë kominë në torë 2016, aja ka në Burg ka sëriti, 50 për asë me vdekaj, kumë pas takim madhe marrëveshën për fundimtare me qelën e lagashit, por këto që është ja. Unë e di për informacionet që atë kohë i lexojsha në media, që e ka ngritur si shqetësim, po edhe nga aktivistëve vetë, nga thonë, kur familja e tij sa guxu me vizituar pa një pjesëtar të vendosjes. Po pse? Kjo mu më shumë dilema. Sepse kjo ka qenë çdo herë në publik që nuk kanë guxuar me vizitua Astrid Deharin pa dikën të afërt të lëvizjes as familja. Pse duhet? A është e vërtetë kjo fillimisht? Nëse kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë si loti, e pa që si loti informacioni, që është jo, nëse gjithmonë dash me qenë prezent një zyrtari të vendosjes, kjo flet që ata kanë dash me fshet diçka. A keni qartë? Ka mundësi që këtu diçka nuk di as familja vetë. Prandaj këtu dash hetim ma i thellë sa kanë bërë institucionet tona. Unë e këtu pajtona me të vendosur. Institucionet kanë ra prej testit në këta format. E kanë bajti njeri në Burg, pa e verifikuar që pas prova që është i dyshuar për sulmin ku kanë. E kjo nga gabimi i shtetit atëherë. Pase kur ka vdek kanë dhënë versione ndryshme. Ka shteti edhe vet, i atë kohë shumë një maskarat të tërë ka shrik këtij procesi. Pra, fakti që ty po të vinë familjar gjithmonë me prezencë politike, pa asë një moment personal familjar, kjo flet shumë për organizimin politik të vendosjes. Deri ku shkon paranoja, edhe që kam mundin me fshem rapa. Këto është mirë në e thonë policia se kohë. është mirë mi hetu ato sende, besoj që kanë pas prova, kanë pas qasje në informacion, po nuk e kanë bon. A kanë ra prej presionit të vendosjes, apo jo, kjo qështë që unë nuk e di. Unë po flasë sa di. Sigurisht atë sa dini dhe unë e di që gjithmonë sa flasim për Astrid Deharin është çështje shumë e ndihshme edhe në fillim të kësaj bisede thash që është shumë e dhimbshme, shumë e komplikuar
e ndishme, jo vetëm për aktivistët lëvizjes vetëvendosje, po për gjithë qytetarët e Kosovës, sepse kemi pa një ngjarje të tillë që ka ndodhur në sy të gjithëve dhe jemi brengosur të gjithë. Kur shkuan për t'i marrë gjësandet e Astrid Deharit në burg, kishte diçka që kishte lënë mbrapa, ndonjë shkrim? Një ditari di që është, ma ditari di që nuk e dija e ka prokuroria, po di që a i ditari o përfolë shumë atë ko, o a mëndësua dhe prej medjave që mund me qenë pjesë e provave, që ka shkru në ditari, nuk e di, ku mbo përpjekje maksimale me gjithë, menoj që a i ditari, nëse i ka përshkruar ato ditët e fundit, kur para se më nërë jetë, thotë shumë qka, mendoj, mendimi jem. Mendon që në këtë ditar mund tjetë e vërteta, pse ka ardhur fillimisht Astrid Dehari në burg? Hamendësimi jem o qaj, po, se a i besoj nëse ka maj ditar, për gjithë ditë që e ka tjetër, që e ka kalu përvojat e tia ditore ose javore ose mujore, ishtë dash mi shkoqit bukur e mirë ato sekuenca. Ajo dikur bënd letërsi që diku i intereson, dokument historik mi gjitha, a kini qartë. Prandaj atë ditar, me sa di unë, e ka avokati familjes të Mgashi, me sa di, po thamë, edhe e kanë, nuk e dhja e ka prokuroria. Prokuroria ishtë dash me pas, me njerë ditë në vdekjas, ose kur ka njëse timi me njerë mas vdekjas. A e ka prokuroria se disë, nuk kemi sigur. Me do informacioni që i kom se ka, me do që i kom e ka. Nuk di që e të në vërteta, nuk insistet asë njona, gondje sa taj, mujme dhe gabime zdu me upa, taj, qatë kredibilitet tem. Qartë, dhe nuk do doja asë njerë që edhe shikusit të dezinformuar. Nuk keq informua, po dhe së dhja ka, është mirë mi pyjtju si media, se ju keni mundësi mi pyjtë si media. A e ka prokuroria ditëtarin, që ka shkron ta mi pyjtë. A është vonë të zbardhët plotësisht dhe a e meritojnë, sigurisht që meritën më të madhe familja, por edhe vetë qytetarët e Kosovës, sepse unë po e them është një prej temave më të ndishme të pas luftës kur flitet rasti i Astrid Deharit, më të komentuarat. Jo që e meriton, po unë e menoj që përveç familjes që i jep ma shumë pache, shpirtënore, nëse del një verzioni fundit, final, e vërteta absolute e këtij rasti, kjo kam i kursye shumë qytetar nga moralizimi i vetëvendosjes. A ju kujtohet juve një diskutim me një seancë parlamentare mes Hisen Berishës e PDK-s atë ko, edhe Albulena Agjiut ministre. Këtë ajo qjerje Albulenas, ajo klifje e saj në kuvend, shpërfaq panik, se dikush pja përmend një rast ku ajo nuk do një përmend, jo pësë një fajtore, jo pësë një atë keq, nuk do në sepse tutët se i prish punë politikisht, ka frikë se zbardhe ati rastit, presioni me zbardhe rastin, këta i qetë flus kësa puni, ma në mend ku jemi sot. A duhet zbardhet njerë për gjithmonë këj rast? O sigurisht. Edhe nëse vjen pushtet ndonjë parti tjetër, a duhet ta ketë prioritet zbardhin e këj rastin? Kjo shkon për te pushtetit gongje. Familjen, po, sepse është për te pushtetit. Leta votojnë kret Albin Kurtin, leta japin 100%, a mund ju koft, rastin zbardhne, ta din vërtetën që mos ta përmendni mos si kapital politik. Pse duhet një parti politike me përdorën politikisht një njeri? Pra atyne rezultati final i qëtë flusk të kalumin e tyne, ja u shpon si flusk sapuni, ju pelcet në racioni tyne që kanë vra, që shteti ka përndjek politikisht aktivist, jo s'ka përndjek, shteti ka shtim burg aktivist, që kanë rregullis kamiona, kanë demolu kuvendin, kanë gjujt gas lësjellës, e këto më rend, normal që të shni shtetin burg, që ka po preti, e këta neve në kanë interpretue si përndjekje politike, e krye fjala e këta përndjekje, dimenzioni majnal, demek, vra e këti në burg. Kush e vra në burg, mëre? A mundi me kalzo autorin? Nese e pas kanë vra, pëse s'ka një dyshumë, thot. Kush është i dyshumi? Pra këto jo ndo pyetje që ty, pa përgjigje, qenë të e vërteta. Kush ka mundi me vra? Që gjash, hajde s'ka drejtësi për to. Autori kush o, mëre? Qartë. Jemi në fund, Azran, dhe nëse mund është lutëm ndoshta një mesazh lidhur me atë vërtetën që ju e dini për Astrid Deharin dhe drejtësinë si dhe përdorimin e rasteve tragjike për qëllime politike. Le të jetë ky një mesazh për shikuesit që na shohin. Qyre, unë mendoj që politikant, nëse jemi në kofushate, mos votoni politikant që në kursenin jetë e marrit qëllimin. Politikani nuk do të me pas kufizime. Pra politikan që nuk e kursen asë një mjetë, qoftë edhe kalimin mbi trupa fizik të njerëzve, ata politikanë janë rrezik i vazhdueshëm i shoqënive. Kam përfunduar në diktatura, një nga ta është Albin Kurti. Nuk kursen mjetë, mos harroni 2007 në vramon në Bala Arbel Gjiladini, po një ka usë rreshme, nuk është i pari Astritja, po.
Pra jemi të folë për politikan tipit të papam njësërin e lirisë Kosovës, çfarë Albin Kurti, të tjetë janë konë hajnën ashta, janë konë korruptum, por ku ka arë punat e vdekja jo nalë. Urojmë që të zbardhet e vërteta, sepse shoqëria jonë meriton të përballet fillimisht me të vërtetën dhe të krijoj besimin. Në rast parë, familjes duhet me dhënë drejtësi, pastaj shoqërisë tonë që mos me ngu këta të na shit mend fushat. Dhe me të vërtetë, sa kemi tema të tilla, tema stradare, ndihem shumë keq, dhe më drejtën për shkak sigurisht familjes së tij, dhe shpresojmë që për hir të familjes një herë mirë të zbardhet kjo çështje. Faleminderit edhe një herë Azdran. Faleminderit për ftesën tonë. Miqdashur, shkua tani të kalojmë pjesën tjetër të studios tek Enise, ju pret edicioni më i ri i lajmeve.